Artur Drini riktheheni në Shkodër dhe më njëherë në ringun e Pallatit të Sportit të Qazim Dervishi. Besoj që përjetuat emocione sot. Mirëdita dhe përshëndetje gjithë Shkodrës, Shqipënisë, tonëve, përshëndetje për zemrës, po ju tham mirë si u gjeta. Po në fakt një ashtu është fill në ring, se unë ka marrë me një pretendim që me bo një nishë dytë një boksier profesionist që jam të stërvitur në qysh në amator, Leutrim Berisha. Aja është normal që ka lind në Vjen, është prej Austrijet, është prej Pejet, Kosovës, po ka ardhur në Berlin për hatër tem dhe më thonë që mu stërvit me mu për boksin profesionist. Edhe si që arrit me fjallënishën e parë në Tiranë me datën 5, që u majtë në Tiranë, po unë nuk isha aty trajner i afërt i tij, po duke e këshillu edhe Jetmir Kuçin që ishte trajner i Leutrim Berish, të e këshillu Jetmir Kuçin se çfarë nevojë ka ky boksier që me ecë përpara me kënë i suksesshëm në nishën e parë ti. Po kundër një kundërshtarit turk, që ishte në fjallë ai boksier me 8 neshje. Pra, ky nishën e parë, boksieri kundërshtar me 8 neshje, pra. Arriti një fitore me 4 runde, me pikë, me krejt pastërta. E jo me fjallë që me thonë një neshje e blemi, ose që disa nuk gojvana që thuhet në për Shqipni. Unë kër e bi një boksier ose një sportist, o me fitu njërë të pasrët me një boksier sa dhe të fort, ose në fjallë nuk bën boksej. Unë du me pa boksin tim një boksier cilësor me një boksier tjetër cilësor. Zotë Drini, besoj që sot kishte emocione që u takuat me shokët e miq të boksit shkodranë dhe shqiptarë. Po, emocionet ishin me tonë drejten shumë vjerë që u takua me profesor Zefin, me trajnerin tem domon që jam rrit domon në boksit me tem, ishtu me thonë, ne kena shku për çdo feste, për çdo gjë te shtëpia e profesor Zefit, i na bashku tonë me boksierët e vllaznisë. Ka një kënaqësi prap që i kujtoj disa ngjarje ose disa vite shumë më herët, domethënë qoftë nga ana shkumjes domethënë festave, qoftë nga ana e boksit që fut me fjalë, po u kënaq me fjalë. Ishte një nishë e bukur prap që meti shumë unë pse nuk e la, por si ishte të dy shqiptar me thonë, por si ishte i Kosovës edhe i Shqipënisë, tjetri për Lazarin e Jetmir Kuçin që ishte domon trajner në Çoshë, edhe u hupa e neshje domon 3.000, 2.1 diçka valla, po unë me synin tim edhe që ja njiha edhe profesor Zefit pikë, rundën e parë e morri ai. Domthonjë boksieri i Kosovës. Rundi i dytë ishte i barabartë. Rundi i tretë mori boksieri domthonjë shqiptar, prej Shkodrës. Pra, e fitoi me fjalë në rundin e tretë 9 pikë pasërta, 9 pikë pasërta, 2 pikë i ka marrë 2 pikë, i ka marrë kundërshtari i Kosovës. Po e nap një ngjarje me fjalë që moment ideal, adunasi ishte ideal i ri, ideal boksier i mirë, që kisha dëshirë të marrë. Turi, pak për herët bëhet me dje sepse kishit plane për të ardhur me një boksier, por sa për informacion të shikuesve tanë, jemi në intervistë me Artur Drini, një ish kampion i vllaznisë dhe i kombëtarës që prej shumë vitesh jeton në Gjermani dhe drejton edhe klubin Hertha të Berlinit. Diçka për klubin tuaj, ku ju ushtoni detyrën e këtyre trajnerëve. Ashtu e drejtë është zotni Gacë për Marku, unë aty jam trajner domthonjë te Hertha, po në këtë periudhë domthonjë këtë vit domthonjë që Hertha është jo në gjendje të fortë në listën e kampionatit gjerman. Është domthonjë pension më të mirë, po aty ku kam menduar në korra me fjalë, se unë kam pas vetë disa tërheqje për boksin profesionist, për mi stërvit një 2-3 boksiera në anën e boksit domthonjë profesionist. Edhe si thash në këtë aspekt domthonjë jam kanë fije pak më të rrehekun, edhe në këtë vit domthonjë 2025-2026 sa kanë atë nivelin e duhur. Edhe përsëri
që fillon domthon sezoni i ri domthon, i dimnit, është kupa që bëhet i tash, edhe shpresoj që magari morëm kupën e Gjermanisë, i këtë trofë prej kampionatit gjerman që ishte. Prej shumë vitesh në Gjermani jeni larguar nga Shkodra në moshë të re, sa i mungon në Shkodra, sa i mungon kjo rinj, ku keni boksuar për shumë vite si kampion i Shqipërisë. Unë mungon shumë kjo arena ose rrimu këtu, edhe brohëritet e shkodronëve që kanë brohërit në vitin 96 që u mojt kampionati i parë këtë pallat sportit, kampionati i parë për këtë pallatin e ri që u bë në 96 me brohëritet mëdha që u mush pallati që doli Vllaznia kampion Shqipërisë, edhe domthon mungon se unë jam shumë i prek shumë për mungesën që mungon Shkodra mu. Cila ka qenë ndeshja juaj më e bukur që mbani mend, që keni fituar jo vetëm në Shkodër, por ndoshta edhe në Tiranë apo jashtë Shqipërisë? Janë disa ndeshje, po me Beqen e Vlonës, a ke një ndeshje shumë e fortë, në Durrës, në kampionatin e fundit që 98-ën që unë dosha për me shku, jo me qëllim që nuk disha hala që pa hi boks domthon profesionist, po që u largua më së në 99. Po me Beqen ishte ndeshje e fundit, po ishte me tamam një ndeshje e fortë që më ka metë në në teme pse nuk e kam bërë një rikthim për kampionatin shqiptar përsëri me Beqen. Traditën e familjes Drelli po e vijon Mesmiri Senat Drelli, një kampion i Shqipërisë, por po i mungon këtij aktiviteti. Njështu është e drejtë, domthon Senati ka lejë boks domthon profesionist, si që din shumë Shkodrës e Shqipërisë, ka bë boksin profesionist edhe ndeshjen e 5 e ka bë, edhe domthon Senati është me tamam edhe në boks profesionist është duke u paraqit mirë, po mungon Shkodrës pse ai është tërheq vetë, ala nuk di se asun që më dhon emrin për amator boksin, se me thonë drejtën, kur kalon në boksin profesionist më rikthu edhe herë në boksin amator nuk lejohet. Kjo është e ditën, por me fjalë për boksin profesionist që a dosh që mu mojt, Senati ka pas disa mangësi në stërvitin e tij. E fundit, ndoshta çfarë ndodhi ditën e parë të turnet memorial Vllaznia 2026 në boks i pat ndeshje të kësaj dite. Kush mendoni se mund të jetë fitues Shqipëria, Malezi, Kosova, se janë rivale? Prej Malezi, po është boksira të cilësuar të Kosovës, po unë më mirë që thonë të që me po dhe nesër në shit, edhe por se mund me kenë finalet që janë nesër, po s'mundu me avu gishtin tamam se ku ashtu unë kisha pas qef me fjalë boksirat e Shqipërisë që me kenë përsëri në Neltë e Monit. Faleminderit. Faleminderit.